Pamfleti ka nisur një cikël sondazhesh për listat e hapura të partive kryesore në vend, PS dhe PD për të krijuar një ide mbi të preferuarit e votuesve dhe emrave që mund të fitojnë mandat nga ato lista. Sondazhi i parë i pamfletit ishte sa i takon kandidatëve të Partisë Socialiste në Tiranë. Në sondazhin 24 orësh morën pjesë 2963 votues dhe në të u përzgjodhen 15 nga figurat më të njohura të PS-s, si Anila Denaj, Arben Pollumbi, Blendi Gonxha, Blerina Gjulameti, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Fatmir Xhafaj, Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka, Pandeli Majko, Xhemal Qefalia dhe Toni Gogu. Nga sondazhi i pamfletit rezulton se dy emrat më të preferuar dhe më me shumë vota nga listat e hapura të PS-s janë Ervin Hoxha dhe Erion Braçe. Të dy kanë një diferencë të madhe pëlqyeshmëria në krahasim me emrat e tjerë. 29% e votuesve preferojnë Ervin Hoxhën si kandidat i listave të hapura, ndërsa 24% preferojnë Erion Braçen. Emrat e tjerë asnjëri prej tyre nuk e kalon 10%. I treti më i votuar në listën e hapur të PS-s del Pandeli Majko me 8%, i ndjekur nga Anila Denaj me 7% dhe Blendi Gonxha me 6%. Më pak të votuarit rezultojnë emra si Arben Pollumbi me 2%, Ermonela Felaj 2%, Etilda Gjonaj 2%, Klotilda Bushka 1%, Olta Xhaçka 2%, Xhemal Qefalia 2% dhe Toni Gogu 3%. Nëse marrim parasysh sondazhin e Barometrit ku PS del me 17 deputet në Tiranë, përveç 12 emrave në listë të sigurt, 5 të tjerët pritet të dalin nga listat e hapura. Po të bazohemi te sondazhi i pamfletit, deputet nga listat e hapura dalin vetëm 5 emrat më të votuar: Ervin Hoxha, Erion Braçe, Pandeli Majko, Anila Denaj dhe Blendi Gonxha, të tjerët mbeten jashtë. Theksojmë se sondazhi i pamfletit është zhvilluar online, ku kanë mundësi të votojnë edhe persona të cilët nuk jetojnë dhe nuk votojnë në Tiranë, gjë që mund mos reflektohet në votën e 11 majit. Megjithatë, sondazhi tregon një trend mbi emrat që pëlqejnë më shumë në PS dhe për rrjedhoj mund edhe të votohen më shumë më 11 maj.